Jo më kot kemi zgjedhur këtë fuzion të mrekullueshëm artistik, këtë atmosferë të bukur që krijon kënga popullore shkodrane dhe kemi zgjedhur pikërisht kompleksin e mirënjohur Karefilat që ka Shkodra. Sot në këtë studio të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër, kemi të ftuar zotrin Bardhyl Hysa, drejtues artistik në Qendrën Kulturore Pjetër Gaci, dhe zotrin Rushdit Çekaj nga kompleksi Karefilat që ka Shkodra. Mirë se keni ardhur. Nadia mirë. Kemi orë të hershme të programit. Jo dhe aq, po gjithsesi ju jeni ngritur që herët, apo jo, zoti Rushdi? Jam ngritur herët edhe shumë herët bile. Se kam kanë mam deri vonë. E mu ma duk heret, unë fakt më 7:30 e pëqumë, po kam e djenë 4 mërë. Gjithsesi, një karefil nga Karefilat që ka Shkodra me shumë dashamirësi, apo jo? Pa, sigurisht. Atëherë, qëndrojmë pra tek kënga shkodrane. Bardhyl, dënduri aktivitetesh në Qendrën Kulturore Artistike Prën Jakova. Sa po kaluam para 2 ditësh një event me mjaft rëndësi, por edhe cilësor, siç ishte takimi kombëtar I orkestrave frymore. Një aktivitet që la një mbres shumë të bukur tek spektatori dhe me interpretimet e 6 trupave pjesëmarrëse, vërtet 7 trupave, po krijoi një vlerësim të madh tek shikuesit. Unë duke ju uruar për këtë aktivitet, e shpërndaj urimin edhe tek një veprimtari tjetër shumë e afërt, siç është Ahengu Shkodran, I inkuadruar në ditët e trashëgimisë kulturore. Faleminderit, me duket veti si tashmë pjesë e stafit tuaj se po mbahet pak shpesh që unë vi këtu me kënaqësi gjithmonë. Edhe është shumë e justifikuar ardhja. Faleminderit. Kuptohet mas një stine të nxehtë siç ishte vera, shtatori ka nisur me impenjime jashtëzakonisht të mëdha në projektet kulturore që ne kemi. Kuptohet për ne si institucion ka një ngarkesë ndoshta I fije jo normale, sepse do kishin dashur të shpërndaheshin në kohë këto aktivitete që janë të rëndësishme. Kuptohet ishte takimi I parë I orkestrave frymore, u detyruam ta spostonin në shtator sepse ka qenë ideja të bëhet qysh në muajin qershor, por për arsye objektive nuk arritëm të banin në qershor dhe u spostu në shtator që ne na jeni pak në risk promovimit të Ahengut Shkodran, që është, siç dihet, edhe një vlerë me vete, pasi ka vite që jo për modesti, por institucioni jonë dhe pikërisht edhe unë e kam iniciu si ide, që në momentin që Ahengu Shkodran është shpallur pjesë e kryevepër e trashëgimisë shpirtërore shqiptare, një nër ato, se janë 7 kryevepra. Në atë moment domethënë me lindë ideja që pse jo në këtë ditën bile pikërisht kur është dita e trashëgimisë kulturore, ne të promovojmë Ahengun Shkodran. Por nuk është vetëm Ahengu për mu një trashëgimi kulturore, po që vyrë është edhe banda muzikore, që kemi folë herën tjetër, kuptohet. Pra hynë në të njëjtin vështrim, në të njëjtin vështrim, sepse po thuj kanë ecur paralelisht dhe kanë lindur po thuj në një periudhë gati të afërt, si thosh, sepse bëhet fjalë mbi një shekull e gjys për bandën, Ahengu Shkodran diçka më herët. Për këtë, si më thënë, ne si specialist, edhe unë personalisht, si tush jam vazhdimisht jetoj me këtë shqetësim, por edhe kënaqësi që të dhuron pa diskutim këtë trupa edhe këto lloj vlerash. Mundohemi që në vit të sjellim diçka të re. Pra, e kemi nisur në 2013-ën, kuptohet, themeli janë trashëgimia jonë e pasur, këngë të bukura që kemi me gjithë prurjet që sjell ajo në poezi, muzikë, në të gjitha zhanret është një pasuri jashtëzakonisht e madhe. Kuptohet që pastaj në lidhje ideja që këtë pasuri çfarë do bëjmë me te. Atëherë ishte
fillon të promovu të rit, sepse nuk ishin të njohur duke qenë situata sot me një difuzion jashtëzakonisht të gjanë që ata vehen kontakt, po filloshin e largohen nga trashëgimia jonë dhe detyra jonë që t'i afrojnë. Dhe me të vu në kontakt që vitin e parë ato nuk ditën ma mundan nga popullore, nga këngët e bukura që kemi ne. Dhe kuptohet të rritë janë ata që ne si tush na japin një lloj energjie që mos ta ndërpresim këtë punë. Është përcjellja e Është përcjellja e trashëgimisë në Brezin e Ri. Këtë vit indicie ishte kuptohet iniciativa dhe energjia që ka një nga pjesëtarët e grupit Karajfilave që ka Shkodra Rushdia, dhe ky me atë skrupulozitetin që kishte kërkote mbështetje kush po na ndihmon për të ringritur grupin Karajfilat. Ai ekziston, ka ekzistuar, pa ideja ishte ta rikujtojmë me vlerat e veta siç ka. Është një ndër grupet për mund, një ndër grupet model që ka pas një periudhë të artë në vitet 80, dhe pse jo, kuptohet në fillim hezitova, po më nëjnë kur e pash që dikush duhet t'i ven shpatër kësaj punës dhe pasionin për normalisht. Atëherë vendosa që t'i rria afër këtij grupit, këto organizuan vetë, pjesëtarët e grupit të morën vesh dhe grupi është pothuaj 80% i rinovuar. Pra elementi i ri aty është mbi 80%. Mos më thanë edhe më shumë. Dhe kjo më bani që ky grup të shpalosi vlerat edhe që ka pas, kuptohet, ka shumë vlera, ne jemi bashkohor të asaj periudhe, në drejtimin e mjeshtrit Luan Borova sidomos kanë dhe mund të them që edhe kënga që vuhet në fillim është një realizim perfekt, pra bëhet fjalë që para 30 e sa vitesh që janë realizu dhe duket sikur prapa të janë të freskëta, vendohen me poç pasion. Shkodra, kënga shkodrane ka këtë bukuri që merr një vlerë tjetër kur kënohet bashkë, kur kënohet në grup, kryen një haret, të jep një optimizëm, dhe kjo ishte ajo që mos bëjmë një aktivitet të ahenur Shkodran, hin një këngëtar dhe një këngëtar, por do të jetë një recital i grupit Karajfilave me këngëtar të tjerë të ftuar që janë disa personalitete që janë në këtë fushë, si Boja Çamili, Mukades Shanga, Orieta, Nora Luca, janë edhe 3-4 të ri. Kurse në grupin e burrave janë gjithë të talente të reja që do t'i kemi sa bukur. Janë djemë me zare shumë bukura që do t'jenë edhe solistave janë. Pra janë disa Karajfila të rinj, përveç atyre tradicional, kështu? Patjetër. Dhe do të zbuloj këtë që kemi një dhuratë për këtë grup dhe për këtë aktivitet nga maestro Zef Çoba, ka bërë një këngë për grupin Karajfilat prap këndojnë, të cilin do ta promovojmë në këtë aktivitet për herë të parë. Shumë bukur. Si ndjeheni në këto ditë, sepse koncerti është të hënën, apo jo? Hënën është, domethënë hala pa ikje hona e orkestra filmore që edhe aty për shënëri për mua ishin më të mëdha se që mendoshim. Kuptohet që hala bile nuk I kemi pi kafet e rezultateve që edhe problemeve, kuptohet të gjitha bashkë. Të një analize që mund bëjmë ne dhe duhet direkt të merrem sepse është një punë që kemi nisë disa muaj përpara, për hënën. Nuk është se na lini në një. Pra në qendër do të jetë kompleksi Karajfila që ka Shkodra dhe të ftuar do të jenë të tjerë këngëtarë të njohur. Mysafirë se kushtet. Zoti Rushdi, si ndjeheni pak ditë para, vetëm 2-3 ditë para shfaqjes, çfarë intensiteti kanë provat tek ju, ajo që ju ngacmon në këtë ditë? Ma përpara kisha me dëshiru që të falenderoj organizatorët, mbështetësit e këtij evenimentit. Jo pak për një vjet I herën, jo vetëm, por edhe me shok, jemi përpjek që ta krijojmë edhe ta plotësojmë këtë ide
që do të realizohet me kanë shnashtanin me mbështetjen tepër të madhe mjeshtët bardhysa. Po mos kishte kanë këtë do të kishte dështu kjo punë. Që mu edhe dësha njerëzve do të kishte shumë keq. Falenderoj edhe herë mbështetësit, organizatorët, edhe që janë përkushtu edhe në kanë nejtë afër në kanë punë. Tash të si një emën, sigurisht janë ata emocionet që një pa të thanë një herë, rëshdit, ti nuk duhet me kënu më, pse? Të të pa të bjen pika në ditë, edhe unë gati jam, me më një krasim atë që emocionum, sa që nuk e di kur ta krymë të punë edhe me sigur të darin me sukses, ka me kanë jashtë zakonisht i gëzum, shumë i gëzum, i pa krasur, vetë mosha nështë, e tjera. Kë formacion ka të rritë. Më përpara dua të di diçka mbi intensitetin e provave këto ditë. Intensitetin ka kanë një herë një luftë e madhe për me mujt mi afru këta djelmoqat. Sepse ju keni shumë role aty, jeni ndër më të hershmit, por për t'i afruar këto të rinj që keni marrë në kompleksin tuaj. A dashti pun në fush gjanë shumë. Gëzon një respekt jashtëzakonisht në aty, respektojnë edhe të rritë. Padyshim. Qofër din qofër bërhan në hanin që këta dy janë ato ikonat që i kemi. Padyshim, nuk vihet në diskutim. Intensiteti i tyne provave, që se thët bardhi kena në orën 5, mas ditë jam qyshën 4 i qej, 4 i gjysat. Kjo është ajo edukatë që kanë rëshëguar brejta. Po është edhe kasavetin, fakti, a thu pa vinë. Me dha një muhabet mirë, me mujt me afru dhe ma tepër, me a ba ma sa ma të bukur edhe kangën, me a ba edhe sa ma kuptim plute edhe për këtë aktivitet. Ka vlera. Tjeni ju trashëgimtar të këtyne vlerave. E tjera, mundohen gjithmonë me mbështetje. E kam pasë, e kam këtë mbështetje, edhe në mundohen me kry këtë rol sa ka mundësi. Mendoj që gjëja kryesore është dashamirësia dhe dashuria. Dashamirësia edhe përpjekja. Edhe sigurisht duhet me, se këtu ka shumë zane më të mira, më të bukra, po sa je i gatshëm ti me mu përkushtu mu përkushtu dhe me kryet punë. Tash ti na kena gjetë dhe njës dhe djelmoqat më rëgullushëm që janë gatshëm, marrin pjesë, e transmetojnë atë, publikut ja japin e falat dashurinë asaj ati tingullit muzikës. Edhe kjo vjen shumë mirë. Edhe për dëgjuesit që na ndjekin, megjithëse ne jemi drejt për drejt edhe në faqen tonë live Radio Shkodra, në Facebook, po ato që na ndjekin përmes radios, zotni Rushdi Çeka është një ndër pjesëmarrësit e hershëm, do të thosha shumë me traditë në këtë kompleks, që përveç se këndon, të duket se në sken jo vetëm nxjerr zërin, por jep shpirt këngës me mimikën, me lëvizjet, me buzëqeshjen, dhe siç duket ajo është një pjesë e shpirtit tuaj, apo jo? Po, tamam është pjesë e shpirtit. Nuk mund të jetoj, jetoj për të pse kënga, muzika, sidomos kënga popullore, në veçanti dejem pa pi alkool, absolutisht pa pi alkool, nëse e ndizgjaj një repertor këndshëm, unë e kam përvukte, jam dej pa pi ashipi, nuk me besu kush, mum ka nol është të balë të është realitet. Zoti Rushdi, me qenë se jeni ndër krijuesit e këtij kompleksi, 35 vite më përpara,
Mund ta hedhim pak sa vështrimin tek ky kompleks I suksesshëm. Si ka qenë ajo atmosferë që bëri krijimin e këtij formacioni të bukur vokal? Kush kanë qenë iniciatorët? Pjesëmarrësit e parë me shumë nostalgji janë shumë të mirë njohur për veshin e dëgjuesve, por edhe për ekranin. Emra të paharruar, pa që jetën e gjatë natyrisht, por ka edhe të tjerë që nuk jetojnë më. A mund të hedhim pak sa një vështrim 35 vjeçar? Kur nuk më ka shku mendja që sot unë me kry këtë rol mjë përgjith ftesës uj, sepse kanë ato që sjetojnë marë mesnesh, ka kanë ideatori e arkitekti I këtij formacionit që sot nuk janë marë mesnesh, në Sret Kastrati dhe Tahir Kastrati. Nderim. Ishte një ide e tyne që na që I thona jena kompleks edhe kena kanë informacion, nuk kena ditë gjanë për luftën, për pjekjet, për idenë e atyne dy artistave të më shkodronë. Si ide, si mas dëshmis të ish drejtorit të atëhershëm të Filharmonisë Shkodrës, zotni Agim Kodralion, që do t'ju them si kënjë zotni Agim. Respekte. Ishte që është në vitin 1976. Kur ideja jashtë edhe në tavolinë, por para sytë ndryshme nuk ka realizu në 76. Po si mas dëshmis të po këti që u këthy dhe shkoj drejtori teatrit, me mbështetjen tepër të madhe dhe me kam ullin, po të aty në dy artistave, ideja u aprovu në 83. Po si mas dëshmis Agimit Bardhi, thotë Rëshdi, mas me papas edhe mbështetës tjerë si Memli Salabegun. Memli Salabegun. Edhe Luan Boroven, përsi formacioni dhe të kështë e kanë në pikpytje. Luan Borovan, ndjes pas një ndër artistët famoz, të thosha, Shkodran, por jo vetëm. Aje bani këngën popullore nga tradita që ashtë në të mënyrën e Shkodrës, në Çardakën, në barre, fest masive, aje bani një skemë shumë profesioniste. Ja rriti vlerat shumë këngës. E bani ma masive, për mu, gjithmonë. Mjeshtë atë klasë në vetë. Për mu e bani ma masive. Kjo është e vërtet, apo jo? E zbukurej në 2 zanësh, në 3 zanësh. Realisht, solli një model të ri Luan Borova, solli një model të ri të prezentimit të këngës shkodrane. Pra, në qofë se dikur aknu në për këto odat, në për bachet e Shkodrës, në skenë, solli profesionalizm, dhe arriti, si të thushte, të japin një vlerë tjetër kësaj këngë, me duke futur edhe profesionista, por njëkohësisht duke punu dhe me këto të apasionum amator, por që ishin njeni ma profesioniste tjetri. Nuk kanë qenë as njeni nga grupi që kanë marru shkollë. Gjithë kanë qenë zanatçi. Gjithë ishin zanatçi, dikush marangol, dikush soldator, elektricist, ishin veç pasioni, ama ato që kishin që të vegjel, pasi unë jam njoh me historikun e tyne, që të vegjel ata kanë spikator me vokalin e tyne dhe janë angazhu në për institucionet e asaj kohë, qoftë në për shkollën, në klubin e rinis, në shtëpinë e kulturës dhe ideja e këtyne ideatorve, si që ishin në Sret dhe Tahir Kastrati, ato me atë vizionin e tyne dhe me njohin e tyne arritën të propozojnë dhe të majnë afër këtë grupë. Faktikisht jam dëshmitare kësaj që ju thoni, sepse Luan Borova, duke qenë jo vetëm drejtues, instrumentist, ai ka qenë një hulumtues I repertorit muzikor shkodran dhe gjithmonë vinte në radio, në fototekën e radios për të gërmuar këngëtar, për të përshtatur, për të rinovuar të tjera interpretime. Është pa diskutim një rrugë që ai ka ndjekur drejt skenës për të çuar sa e sa artist, përveç kompleksit Karefilat që ka Shkodra, I cili u mblodh pra në 83-shin.
Datë 300 ka dhënë shfaqjen e parë për spektatorët e vet në teatrin Kinema Verore në Korrik, datën 17 Korrik. Të 83 për spektatorët e vet. Por Nësa provat për telespektatorët ka qenë javën e parë shtatorit. Nësa provat në formacioni vet ka qenë në aktivitet vazhdueshëm. Atje nuk ka shqyt karefilet që ka shkoda që duhet ta theksoj këtë. Pagzimin I këtij emrit është nga Robert Pranushi. Karefilet e kanë këtë emrin nga njeri I mrekullueshëm qytetar shumë nëse shumë I na respektuar. sheh, na dëgjon, përshëndetje. Tu nuk ishin se dol me prej rrugët aty do hajt për shumë me këngë popullore. Për shumë këngë ja kanë marrë pjesë ky farmacian që tha Bardhi kanë në institucionet kryesore të shtetit tonë, filharmoni, teatr. Ka kanë shfaqja dy herë ka kanë shfaqje. Çdo në dili ka pas shfaqje. Luani Nina kishte afër aty luan, ti Bardhi. Ai kishte edhe orkestrën. Na kishte edhe ne. Ju Kena punu shumë me personalisht. zëti Toninin. Tonin da I pas drita dhe ai. Nderim, respekt për këtë njerëz të mrekullueshëm dhe artist shumë shtetësa. të mirënjohur. Mirënjohur shumë qytetar. Me dashëmisi më të madhe. Që na ka mbështetur shumë edhe me punë konkrete na ka kanë zgjat çoba më. Pra kena pas ky formacion ka pas Vëmendje. jo deshta me thënë këtë tjetën që kanë gjigande në muzikë më bërdhej. Patjetër. Në të dy institucionet, po Po kjo ishte ka kanë shanse më të shumë edhe për kjo Karajpilë. ishte edhe Afrika që aty marrim dorë prap apo Po a prap ka ka burë që merr gjigant. dorë. Përsëri ka gjigant, Shkodra nuk vdes kurrë me artin e Normalisht saj. duhet përgjigjojmë edhe Ishte. formacionin e orkestrës teatrit Migjeni do bëj shoqërimin e grupit. Kam punu për përzgjedhjen repertorit edhe vokalisht, por ama edhe mjeshte I Lërzuga me kontribute. Ja pra, një tjetër Që njeri I artit kjo është ajo me shumë sukses. Vera Shkodrës që trashëgohet që thush një punë nga një brez në një brez tjetër. Dhe të lutem edhe një herë, ju mblodhët sa këngëtar kishte si fillim Për mua të Amerita kanë, për mu, këna kanë tanë solista. Tanë solista, është vërtet. Sepse kanë kanë të dy, edhe në kompleksin e shpisë kulturës, a kanë kompleksin, do të me pas dhe qartë një gjusit, nuk kanë kënu gjithkush në këta dy institucione. Nuk kanë kënu ata që kanë pas dëshirë. Por ata që kanë amatore kanë pas fjallën, pa për mu kanë tanë artista. Kanë tanë solista. Dhe ishin 3 mikrofona dhe 3 vetë tek njëri, 3 ose 4 tek tjetri, 3 ose 4 tek tjetri dhe kështu krijonin një fuzion të mrekullueshëm muzikor që jo vetëm ta përgdhelte veshin, po të ngjallte një emocion të mrekullueshëm që salla këndonte dhe skena këndonte. Ju keni qenë? Këtë punë ka bërë rinderia pa një skenë. Ka kënë vokalet edhe unifikimi. Këtë e ka kërjej 100%. A I vetëm bate Bardhi, që me Bardhi sa të mi gish pra, je këtu, I thonë ta pianissimo forte, crescendo, vetëm gishtin ka lutë edhe na dine se që kërkate. Ka kërtan këtë rëllë të një. A mund t'i përmendim emrat e kompleksit? Po, kjo formacion ka kënë me 10 artista. Edhe kjo ishte ndamë në 3 sektorë. Ka kënë tenor parë, ka kënë Beppa Vasi, elektricist. E përshëndesim. Sigurisht. Rëshdia, Zotin Rëshdia. ka kënë Ferdinand Deda Marangos. Ai sot jeton në Itali. Ferdinand Deda, jo dirigenti, por një Ferdinand Deda I Shkodrës. Tenori I Shkodrës. Një tenor I mrekullueshëm. Tenor I mrekullueshëm, mos zot më. Ne. Madje ka kënë Paulin Gruda. Tenor edhe kë. Po, Ky Paulin Gruda, ky demokraci ka kënë 2-13 vjet ka kënë koleg partner me nënbalën të shkuën për formacionet popullore në përdashme. 13 vjetrash. E ka kërë këtë detyrë. pra një këngëtar. Pra kanë artista tanë. Ta ishte tenori parë. Në tenori dytë, Dvigjalia, një Shqipëria.
E përshëndesim Bigjin, natyrisht. Riza Ramadani. Po. Edhe Berhan Nehani. Zaja saldatar, Berhani edhe ky saldatar. Bigji tonitar. Po. Ndërkohë le të vazhdojmë me Bas sektorin pajtona tjetër. kanë Tahir Kastrati, mësues. Edhe atë e prunin afër shumë dhe qunë Bërdic, se ishte edhe mua lërkifi, e punin Bërdic. Për sjelljet Për mia. viljet për sjelljet mje, për kontribat. Edhe ka kanë nësët Kastrati motorist. Pa qenë qofshin Edhe për Leon jetëshin Leka. kujtimit të tyne. Leon Leka. Nësa Leon. pas ka kanë Leon Leka. Leon Leka. Se një prezent paraqitje. Ndjes pas. Me një shi, po ta informacion ka pas jeshi në vetë. Patjetër. Në atë moshë që kanë një animat ma i ishëm se sa tjetër. Këta moshë i s'kenë edhe me këtë element, që këtë rëllë, këtë përgjësi e mori përsi për ta hije i pasën, edhe e zgodhe edhe ka pashin. Përveç shpirti e zgodhe dhe pashin. Po, sepse syri i elementit domosdoshëm, artistit ishim 10 vetë. ka përkuar në të gjitha cilësitë e skenës. Dhe ju ecët, vazhduat me një aktivitet të admirueshëm, me duartrokitjet e spektatorit ndër vite. Një kompleks i mirënjohur do të thosha, që ka trashëguar në ditët tona repertor, ka trashëguar sukses. Megjithatë ka patur një periudhë që jeni tërhequr. Çfarë që parë për më ndbani buje, një buje dhe nuk ishte mësu spektatori jonë, telespektatori, nuk ishte mësu me pak angë popullore shkodrane, masivisht të interpretuam, atë shpokur mas jeshi e tjera tjera. Na, përveç sa asaj, po na kërru një respekt veçantë, njofte pa njoft, me i përshëndetje, dashamirësi, që të tahi kulturë tjerë. Na tani bashkëm të vetë se kja ishte tanë puna skenës. Ishte një sukses jashtëzakonisht i madh jashtë skenë. Në sanë skenë, e bani taman buj, këna pas përshëndetje në të kohë, të 83-shin, në sretin e pathan, keni përshëndetje të veçanta prej në të kohë me që përshëndetje në Verhalili, Ramizalia. Pra, personalitetet të kohës, natyrisht duke vlerësuar figurat art. kryesore. Duke vlerësuar Figurat art. kryesore. Unë duhet të theksoj që në shfaqjen e parë këta patën një fat me merit, kuptohet që asistoi drejtori radio televizionit të asaj kohë Mara Shajati, dhe që në takimin e parë ai i bani ftesë, ju do të jeni pjesë e regjistrimeve të radio televizionit që ishte i vetmi në atë kohë, dhe për me shku në televizion dihet në çfarë sitash ka lënë dhe në çfarë vlerësh që duhet përcjellësh. Edhe këto fill që në shfaqjen e parë kuptohet si duket edhe ai kishte një dashamirësi për Shkodrën dhe e ftun Pa diskutim ka patur një dashamirësi të madhe. Agim Gudralio si duket do të kenë pas në njohje me të dhe e ftun dhe ishte fat që ai me të ranë kontakt me këtë grup nuk dit më nda ma dhe i ftohet e herë pas herët në për fund vitit që bashin për vitëri. Për çdo vitëri, ka pasur emision veçantë Karifile. Emision veçantë. Ka qenë sukses shumë. Këtu duket ai si thush investimet e bona edhe vlera që kishin. Në repertorin e kena pas zgjedhur me thënë drejtën, se është karakteristik. Kanga Me shumë Shkodrane. zane, është vetë kanga Shkodrane, në fakt, që na ka ndihmu me ka Shkodrane. Ja ka qenë një luftë e madhe, që kena pas, ka qenë livadi pa shkelun, ke mujt me marrë ku dush kangë, prej kësaj. Të më the që me plëcu, dohan këtë lindhen në një periudhë që ishte në kulmin e zhvillimit, që thush spektakli, kanga dhe dohan në atë kohë nuk ishte i vetmi grup, ishte edhe grupi në Bashkëri Kanga Popullore në Tiranë me Nimet Salabegun. Shumë i suksesshëm. Plus edhe grupi në Bashkëri Kanga Popullore 2 me Jetmir Barbollushin e me Instituti të Arteve. Dhe nuk ishte kullej që ti konkurosh se cili kishte vlerat e veta, ishin pa diskutim. Po këto, si thush, duke pas besim sollen
përsërisën atë originalitetin e tyne krahas, domethënë duke pas mbështetjen e mjeshtërve. Pallagurit që ishin këngëtarë solista në atë kohë të mrekullueshëm, ishin kulmin e vet Çov Biknoja, Shoqëria Lushi, Trin Tërshana, Rik Noci sapo kishte marru ndoshta shkollën. Dhe këto kulmin e kanë pas më duket në një festival me krijimtari të re që u bë në 87? 86. 86. Dhe Çova Pjetër Gaci. Pjetër Gaci, aty këto kishin vëmendje se do të shoqëroshin disa këngë që u bën enkas në atë festival. Në atë festival. Jo kena pasur atë e pasur një recital. Recital jo vetëm jo një bardhi, por ka kanë edhe i formacionit të vjetër popullor me Recep Zekanjorin. Asi biçim konkurrencë të tij. Johani një anë Recep Zekanjorin anë tjetër. Me dy formacione. Me dy formacione. Gjepi, po, që në më s'kam dhe. Gjepi për kishte soliste vetë me Brahim Tokic, që gjithet Hafizi, me Nejle Hoxhi kishte thirrë. Po, gjithë follosë. Kurse ne në këtar. Ju ishit profesionistë aty. Ata ishte pa një aty, për herë parë, këna një mjeshtrat të mlej, që Gjedet Hafiz, ose Nejle Hoxhi, edhe Tonini, me knua ka mundësi me mi thanë Luanit, du me knu i këngë me grupin. Se në Kuqia bani u da 4 dhe që realizoj një këngë për një rast tjetër. Këngë e të Zhdajis. Dhe... Ja, të Zhdajis, ja. Gjithsesi, të ecësh në këtë gjurmë është një mrekulli. Hapen fletët jo vetëm të kujtesës, por të dëshmive të gjalla të një aktiviteti të bollshëm, i cili vazhdon dhe sot, edhe pikërisht me një intensitet, me vitalitet, siç është zoti Rushdi që e transmeton vazhdimisht këtë vitalitet në skenë dhe jashtë saj. Tani që edhe 2 ditë është koncerti, kë keni afruar, zoti Rushdi? Si keni përzgjedhur këto element të rinj, këto këngëtar të rinj që siç thatë edhe ju vinë me shumë dëshirë? Përzgjedhja nuk ka fillu as për para i mujt, po ka fillu shumë ma për para. Keni të bindur që ka përmi 1 vjet e gjys. Bardhi ka pas shumë, jo Bardhi, edhe shpia në ndrejtimin e presorit. Më falë Bardhi që për thëmë Bardhi. Absolutisht, jena i familje. Edhe i kam pa këta djelmoqa të ri, kam pa dhe vazhat mërkullushme, kam një zuzanët. Aty më ka rilin ideja. Unë kam edhe një shok tjetër që edhe është i smura, Beni Benjubani. Edhe ne ishim të i pa të një gju një koncert të tillë, edhe më thot, Rushdi, qa pa ban ti? I ka qka kemë? Qa pa ban ti, Rushdi? Qa me ban, Rushdi, qo? Pra ka 1 vjet e gjys, por Beni është i ka punu me të rritë. Beni, ban. Ty më prezentu me mu, unë të i ba punën të më, Beni që dedikohet a përzgjedhja dhe i afrimi i kësaj kornizës, kësaj firë që i pa shkoda. Beni. Çfarë do të këndonin në këtë koncert? Në bëzën mirë, në kanë ngarku veg. Programi është në gjeshur. Janë këngë që... Sa këngë? Këngë një gjume, këngë që janë karakter të të janë pjesë e repertorit e tyre, duke filluar në ikona Kadefila që ka Shkoda do ta hapin programin, kuptohet. Por edhe këngë që këta i kanë pas në vite do t'i risjellin përsëri. Sigurisht edhe këngë të tjera që nuk janë, ose nga këta trit shumica nuk njihen. Janë prezentu për herë të parë, dhe ata me të vunë kontakt me këto këngë, ata fillë i namoron mas tyne dhe banë pjesë direkt e grupit. Kuptohet, kemi qytë në Safira dhe këto të ftum që janë duke fillur nga mjeshtri madhe Boja Qamili dhe Mugadis Shanga. Thash, Ilsi Ademi është bashkangjit grupit Karajfilave, po ashtu Leonard Guga, Orieta Kelen, Leonora Luca, pra është janë disa figura duke marrua dhe me të rritë që janë Gjuli Pjetri dhe Klodiana Vata, që janë ma të rejat e grupit. Do të veçoj edhe disa solista që janë pjesë e grupit është me atë.
që janë në këtë kompleks Në këtë Karafilash. kompleks i Ademir Fresku, Lërdi Tërmete, është një vend tanushi, janë të mrekullueshëm, njëri më mirë se tjetri, domethënë që punojnë edhe në grup, por janë edhe sektorin e basave që tash i kemi edhe ne këton, Eugen Marku, një bas i mrekullueshëm, bashkë me një Gerin me Ger, domethënë unë them që koha është e vështirë sa të punosh, të lesh orare, të lesh takime punet, sepse janë të angazhuar në shumë projekte intensitet, dhe nuk mund t'i pengojmë edhe në ato punët e tyne personale, private, por them që pjesa më e madhe tyne janë edhe të kualifikuar, janë me shkollë. Pra, për punosh me ta, ato zbërthejnë edhe partiturën. Pra, në raport me grupin që kanë qenë, që ishin me zanate, domethënë 5 herë me mësoj për i kam, 5 herë. Por ne kemi ndaj besnik traditës, siç kanë mësuar këto, domethënë me të një gjumë jo partiturës, pra kemi me tekst përpara. Gjithsesi, ato kanë mjaft kërkesa në realizimin dhe këtë e shohim më herët, prandaj nuk janë të rastësishëm gjithë këto emra që ju përmendët Bardyl, sepse në koncertet e mëhershme të organizuara në Shpinë ose Kuka ose diku tjetër, këto këngëtar kanë spikatur dhe është pikërisht merita e institucionit të Qendrës Kulturore Pjetër Gazi dhe institucioneve kulturore në Shkodër që i ka kultivuar, i ka evidentuar, ju ka lançuar artin e tyre duke i dhënë të hapur skenën dhe këto vinë natyrshëm pastaj, sepse asgjë nuk lind në një tokë të zbrazët. Unë këtë them që janë lecu disi që po fiton terren trashëgimia, po fiton terren këngë tradicionale. Pra, shohim më shpesh që nëpër lokale ku edhe këto kënojnë, ky repertor që ne kemi me 20 këngë, unë jam i bindur që këto do t'i kënojnë, sepse i pjesë e tyre punojnë nëpër live natën nëpër lokale dhe kjo është misioni që ata të përçojnë si thosh një shije të mirë, një kulturë, domethënë këngën që ne kemi të vërtetë që dallohemi nga të tjerët, qoftë nga treva tjera, qoftë edhe nga të huajt. Dhe kjo është ajo që ne na bën pak krenar, që mos ta braktisim, mos ta harrojmë. Dhe kjo është një garanci. Dhe për t'i bërë një mbyllje artistike, kisha një kërkesë, ndihem pak e ndrojtur për këtë, zotni Rushdi, po megjithëse është herët mëngjes, a mund të na jep një përdëgjuesit një bulz muzikore me zërin tuaj, të cilës do këngë që ju pëlqen dhe do ta këndoni. Përshëndetje. Duke pra solist, domethënë a shumë modest, nuk pretendon, por ama është një solist i përkryer edhe. Këngën e parë popullore që më ka mësuar baba i pastarmet, është pranver që na mush me këndshme ne. A mund ta? Patjetër, kjo është kërkesa jonë. Pranver që na mush me këndshme ne. Pranver që na mush me këndshme ne. Pranver s'ka më për mu, qysh se baba m'ka feju. Pranver s'ka më për mu, qysh se baba m'ka feju. Jashtëzakonisht bukur me këto artist që unë sot kam nderin të kem në studio, besoj se kanë përçuar të tjera ndjesi të mrekullueshme duke u përhapur në valët e radios me këto tinguj të mrekullueshëm të zërit. Faleminderit shumë. Ju uroj gjithmonë suksese në ecurin tuaj si artist. Ju uroj shëndet e jetë. Faleminderit. Dhe çdo gjë të bukur. Suksese në koncertin e së hënës në Teatrin Migjeni në orën. Do pretendojmë ta bëjmë te Shtëpia Muzeu Sokuka, shpresojmë të jetë kohë e mirë. Po. Për ndryshe në Teatrin Migjeni në orën 19. Në orën 19 do të jetë një afishim patjetër për spektatorët të cilët
Ka dalë tash. Jo, ka dalë, po. Po. Po, ka dalë. Jo, vendi do të thosha. Për vendin. Vendi ne po tentojmë ta mbajmë në ambientin muze të shtëpisë së Kuka, aty ku rrin bukur ka nga Shkodrane. Për në shumë ne kuptohet edhe ato që dashamirë interesohen po në teatrin Migjeni duhet të interesohen për me tërheqjen e biletën e ftesë. Suksese, vetëm suksese, shëndet dhe jetë, mbarësi, duartrokitje të pafundme, mirënjohje të pafundme nga artëdashësit populli shkodran që për të natyrisht jeni një ka shumë nevojë, jeni një, si thua, një terapi e mrekullueshme, antistres, kënaqësie, çdo gjë të bukur që dhuron kënga shkodrane. Suksese dhe faleminderit që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër.